Doktor Bojani, shqetësimi madh në përgjithësi shoqënisë tonë, të cilën e ndëgjoj edhe unë, po dhe ju si profesionist, është pagjumësia. A mund të ketë ndonjë ndihmësim në rregullimin e saj? Shiko, pagjumësia është... Ose problemet me gjumin? është smundje primare dhe sekondare. Smundje primare është shumë e rrallë, gati inexistente. Të thëmë shumë e rrallë, në 1 milion janë 10 veta. Ndërsa pagjumësia si simptom, si që rregullim sekondar, është simptom i çdo smundjeve psikike. Kështu që kur të rregullohet depresioni, kur rregullohet ankthi, kur rregullohet traumat e ndryshme, stresi, ata kanë me fletë shumë mirë. Do të për shkak se ne tentojmë që simptomat t'i trajtojmë, momentin kur trajtohet simptomi, ndërtohet edhe modulimi i qelizës nervore në kuptimin e lirimit të serotoninës. Serotonina është një prej hormoneve të lumturisë, dhe nëse rregullohet për ditën, natën kemi me pas mjaftueshëm hormonin e gjumit, melatoninën, me të cilin kemi me flejt, kemi me kriju, domethënë atë ciklin biologjik. Bashkë e kompletojnë këtë sistem, për ndryshe njëra me mungu ose me smekon. Më njëherë kemi çrregullime.